Ky emision mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike. Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit 21. Sot në këtë epizod të zonës kibernetike do të flasim për një nga gjërat më aktuale të momentit, e që është ndikimi i inteligjencës artificiale në tregun e punës. Sa jemi të përgatitur që ne si shoqëri të punojmë bashkë me makinat në një të ardhme të afërt, këtë do ta kuptojmë përmes kësaj epizode. Për të kuptuar më shumë sa i përket inteligjencës artificiale dhe çdo temë që ne po trajtojmë në kuadër të zonës kibernetike, ne në vazhdimsi po sjellim raste reale. E një të tillë po e sjellim për ju në vazhdim. Në vitin 2023, kompania ndërkombëtare Goldman Sachs paralajmëroi se 300 milion vende pune në botë mund të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Dhe vetëm brenda vitit 2025, pritet që gjysma e punëve fillestare në zyre, si marketing, administrat, përkthim apo kontabilitet, të kryen nga kompjuter të zgjuar si ChatGPT ose Cloud. Por çfarë do thotë kjo për tregun e punës në Kosovë? Profesionet që dikur kërkonin vite përvojë, si përgatitja e një kontrate, shkrimi një njoftimi për media, apo edhe programimi bazik, tashmë mund të bëhen brenda sekondave nga inteligjenca artificiale. Ndikimi ka nisur të ndihet edhe në Kosovë. Agjencitë e marketingut po përdorin AI për krijimin e sloganeve. Përkthyesit po përballen me konkurrencë nga mjetet digjitale. E disa kompani softwareike po përdorin inteligjencën artificiale për të automatizuar testimin dhe debugimin e aplikacioneve. Por, ekspertët theksojnë se ky nuk është titulli i vendit të punës që përcakton rrezikun, por detyrat që kryen çdo ditë. Nëse më shumë se gjysma e detyrave tuaja mund të kryen nga një kompjuter, ekziston rreziku se shumë shpejt të zëvendësoheni. Në anën tjetër, profesionet që kërkojnë krijim të ri, ndjeshmëri njerëzore ose vendimmarrje të ndërlikuar, si mosimdhënësit, psikologët, gazetarët hetues apo dizajnerët artistik, janë më të mbrojtur. Në Kosovë ka rënje të kërkesës për punonjës në call center, përkthyes freelance dhe operator të dhënave. Në të njëjtën kohë, po rritet kërkesa për profesionistët në IT, dizajn interaktiv dhe analist të dhënave. Universitetet publike dhe qendrat e trajnimit kanë nisur përpjekjet për të përshtatur programet. Disa fakultete në Prishtinë, Prizren dhe në Pej kanë futur kurse për AI, kodim dhe etikën e teknologjisë. Ndërsa në sektorin privat, disa kompani ofrojnë trajnime të shpejta për përdorimin e mjeteve, si ChatGPT, në punën e përditshme. E ardhmja nuk do të jetë pa punë, por do të kërkoj punë më ndryshe. Në vend që të na zëvendësoj, inteligjenca artificiale mund të na ndihmojë, nëse dim ta përdorim si mjet e jo ta shohim si armik. Inteligjenca artificiale është duke bërë revolucion dhe transformuar mënyrën se si ne punojmë, duke i zëvendësuar punët që janë të përditshme dhe mekanike me sisteme automatike. Kjo rrit efikasitetin dhe produktivitetin e kompanive të ndryshme, duke i lejuar ato që të kenë hapësirë të merren me shumë inovacion, ndërsa punët e përsëritshme t'i lejnë AI-t. Me zhvillimin e AI-t, shumë profesione do të ndryshojnë apo do të krijohen edhe të reja. Punët që kërkojnë kreativitet dhe ndërveprim social do të jenë më të kërkuara, ndërsa punët të cilat do të jenë me mekanike mund të automatizohen dhe do të përdoren sisteme të ndryshme që kanë në vete AI. Megjithatë, ky transformim sjell edhe sfida dhe rreziqe të ndryshme. Siç janë rreziku i humbjes së vendeve të punës, rreziku i pabarazisë sociale, po ashtu i përdorimit etik dhe privatësisë. Adaptimi dhe trajnimi i vazhdueshëm i personelit luan rol kyç të kompanitë për të përballuar sfidat e të ardhmës, ashtu që edhe ne të jemi të pjesë e gjithëpërfshirjes së ndryshimeve të ardhura nga AI.
Inteligjenca artificiale është bërë pjesë e përditshmërisë sonë, por jo shumë nga ju e ka të qartë se çfarë do të thotë kjo lloj teknologjie. Në mënyrë që ju të kuptoni më shumë, ne kemi të ftuar Chris Dolan, Era Ibrahimin dhe Gonxhe Sylaj, ata të cilët do të na tregojnë në detale se çfarë është inteligjenca artificiale, si mund ta përdorim, por edhe si të kemi kujdes duke e përdorur atë. Kënaqësi ju kem sonte këtu. Faleminderit. Faleminderit. It's a pleasure to have you tonight. Thank you. We will start the conversation with you, Chris. What is artificial intelligence? Yeah, artificial intelligence is the development of advanced computer systems that can augment or automate human intelligence and to fully, well, maybe not fully, but augment their skills. So this can be communication, it could be writing, analysis, and it's also designed to do what I call mimic human intelligence. That is, through most of what we do in the workplace, most of what I do in the workplace is repetitive. I do the same thing over and over and over again. I tend to think that I don't, but a lot of people do. You write emails, yes. you interact with your supervisor. And AI is designed to assist me in doing that, to serve as the literal co-pilot in what I do, and for what a lot of people do. So it's designed to quicken the pace, to make things more efficient, and to enhance one's situational awareness within the workplace. I understand. Era, mund të na tregosh pak a shumë ndikimin që kjo teknologji po ka tani më në tregun e punës? Kur flasim për inteligjencën artificiale, ndoshta është mirë më kthy shumë vite përpara, edhe me bën një krahasim të thjeshtë. Në periudhën kur është nis revolucioni industrial, atëherë kur vetëm njerëzit kanë mujtë me bën një punë specifike, filluan me u shpik makineritë të cilët e bënin punën e njerit shumë më shpejt se sa ata. Atë kohë ka pas shumë rezistencë edhe shumë frikë, e cila është shumë e natyrshme për neve si që një njerëzore me ju frigu ndryshimet. Mirë po, pas një periudhe është pa që ky ndryshim, ky revolucion industrial faktikisht ka pru shumë punë të reja edhe ka qelë shumë dyrë për industri të reja. Për vitet të tëra kemi qenë të bindur se inteligjenca artificiale nuk mundet me prek punën kreative, mirë po si që përmendje dhe Chris, po e shohim që është undrukja. Momentalisht po shohim AI duke shkruar esej, duke komponu këngë, të cilat edhe po fitojnë çmime madje. Kështu që mundem me thonë që është duke u pa një ndryshim kogja drastik në vitet e fundit, kjo krejt falë të inteligjencës artificiale generative. Mundemi me thonë se kjo ka ardhur ndoshta ka 3 faktorët kryesorë momentalisht. Një prej tyre është sasia të dhënave marramense që kemi momentalisht për me e trajnu modele të reja dhe ekzistuese, fuqia kompjuterike e cila është rrit eksponencialisht ndër vite, po ashtu edhe fuqizimi I open source modeleve. Chris, which jobs do you think that AI will replace first? Yeah, I think that there's, I like to look at it, and the way I see it is that there are jobs that are higher risk. There's a quantitative measure of them being eliminated, a higher chance, a higher probability, and some jobs that are not at risk. The higher risk jobs are jobs dealing mainly with administrative assistance, for example. When I call my bank or I make a purchase on through a phone call. What I can do now is I can just call, just go to the institution's website and interact with their chatbot, interact with their virtual assistant. And that is something I'm seeing a lot of companies do. My wife and I just recently purchased a vehicle. We did not visit a dealer. We did not interact with a human being. We did everything via virtual chat on this service called Carvana. It's one of the highest and most popular car services in the United States, because what do Americans not really like to do? They don't want to go to a dealer and spend their whole day buying a car. They could be doing other things. So Carvana was designed in response to that, to not have to haggle with a dealer or to interact with their staff. They just want to buy a car. Every person kind of knows that once you sit in a car, they're almost all alike. And now with the way in which the specifics go into looking at a car on a website, you could visit every aspect of the inside of a car and out. You can look under the hood, in the boot, in the trunk, and look up the spaces, the specs, and determine what works for you. And so I think what a lot of people are now doing is they'd rather spend their time on a Saturday
cleaning their house, going to a park, going to a New York Yankees game. Again, my experience is an American, and so it's just easier to interact with a chatbot. And the vehicle was delivered to our house in 12 hours. We live in central Pennsylvania, and the vehicle was delivered from York, Pennsylvania, which is about 100 miles away. Showed up, picked up our old car, delivered the new car, all the registration, licensure, tag, title, tax was taken care of. And it was the greatest thing in the world because that day I was spending time with my family, and it was just much easier to do. That's not for everyone, but to reach a wider national audience, I think you're going to see a lot of services that way. Warehouse employees are, I would say, the greatest likelihood of being replaced. Efficiency in a warehouse, like in an Amazon warehouse, or I live near Hershey Chocolate, their factory. You go in, you're expecting to see hundreds of men and women, unionized employees going up and down the line, pouring the sugar and the milk and the powder into developing a Hershey chocolate bar. But now you see robots doing it, all being supervised by mechanical engineers, computer scientists who are there to replace, repair when the robots break down. And so those are the workers that I think are at the greatest risk. Ira, po, a duhet që të friksojmë në mas kaq të madhe, sidomos njerëzit të cilëve u rrezikohet puna, profesionet që po i bëjnë ndoshta tash sa vite, a duhet që në mas kaq të madhe të friksohen nëse do të zëvendësohen nga robotët në një të ardhme të afërt? Kjo është pyetja që po na preokupon më shumë si shoqëri vitet e fundit, duke pa rritjen masive të inteligjencës artificiale, sidomos generative. Mundem me thonë që jo gjithmonë inteligjenca artificiale ka me arrit me zëvendësu njeriun. Ashtu si shta edhe Chris, punët të cilët do jenë më së lehti të zëvendësueshme janë ato repetitive. Ato punë i shohim shumë shpesh nëpër fabrika, mirë po, edhe nëse largohemi disa punë ose disa përgjegjësi, kemi parë historikisht që hapën dyrë të reja, hapet nevoja për punë të re, për përgjegjësi të reja, për ekspertizë të re. Këto jemi tu e pa të ndodhë momentalisht në përbot, në secilën industri. Si që thash, disa prej industrive janë më pak të prekura, ndoshta, sidomos për shkak që inteligjenca artificiale është e trajnuar me mimiku sjelljet e njerëzve. Mirë po nuk ka ndërgjegje edhe nuk ka qëllim. Për atë në industri ose në punë të cilat përfshihen, duhet vlera njerëzore, vlera morale, është shumë e vështirë me arrit me mbërri, me zëvendësu njeriun. Sidomos në punët të cilat kanë të bëjë me mirëqenjen e njeriut, për shembull doktor, terapist, psikolog, ose edhe në punë të cilat kërkojnë vendimarrje të lartë, kritike për njerëzit, ose në punët që kërkojnë vendimarrje komplekse. Ira, kur do të filloj kjo në Kosovë, ose a kanë filluar, po them kështu më mirë që diçka të zëvendësohet në ndonjë profesion? Me folë për ndryshimin që e ka bë AI në Kosovë, inteligjenca artificiale në Kosovë, mundem me thonë që jemi ende shumë brapa. Kjo vjen për shkak disa faktorëve, një prej tyre mundet me qenë për shkak që ne ende përdorim sisteme shumë të vjetra, sidomos në institucionet publike. Ka shumë rezistencë me i përditësu sistemet, sidomos për shkak që ndoshta mundet me u pas sikur njerëzit janë e humbin pushtetin në rast që mbrin hap me kohën. Mirë po, kjo nuk mund të jetë e saktë për gjitha industritë. Për shembull, nëse nisem prej industrisë në të cilën jam unë momentalisht, në zhvillimin softverik kena pa një ndryshim, mund me thonë të dukshëm, fillimisht në se qysh njerëzit po punojnë se si po e përdorin inteligjencën artificiale për me qenë më produktiv. Statistikisht, njerëzit kanë fillu me qenë, sidomos zhvilluesit e softverit, kanë fillu me u bo produktiv rreth 50% më shumë për dallim prej mënyrës klasike që kanë qenë tuke punu. Ky produktivitet nuk do të thotë gjithsesi që do fillojmë i zëvendësu njerëzit e tjerë, kështu që ndoshta me përmbyll është më mirë me thonë që
kanë me qenë dy lloje të njerëzve, dy grupe të njerëzve, ata të cilët e përdorin AI edhe rriten me ta, dhe ata të cilët e rezistojnë edhe mandej përfundojnë pa punë. Pra duhet jenë të qetë. Besoj, shpresoj. Gonxha, me qenë se po flasim për inteligjencën artificiale, era tregoi se po përdoret në masë të madhe dhe për krijimin e këngëve, shumë çka tjetër, por njerëzit po e përdorin shumë. Aq shumë po e përdorin saqë ndonjëherë nuk i dinë rreziqet me të cilat mund të kanosen më pas. Cilat janë ato dhe sa duhet të treguami të kujdesshëm duke përdorur këtë teknologji? Inteligjenca artificiale aktualisht ka përdorim masiv në shoqërinë tonë, sidomos nga gjeneratat e reja, por tani po shohim se dhe gjeneratat e vjetra kanë filluar të përdorin ChatGPT, edhe faktikisht janë duke përdorur në vend të një motori kërkimi si që ka qenë Google. Kontrolli që kanë në të dhënat e tyre personale, individët që e përdorin, aplikacionin ChatGPT ose aplikacionet të tjera të inteligjencës artificiale që janë generative, është shumë i ulët, për shkak se ndërgjegjësimi është i ulët. Fillimisht duhet pasur parasysh se këto mjete të inteligjencës artificiale era e ceku më parë që nuk kanë ndërgjegje, por ato janë të trajnuara aq mirë me të dhënat që ne e ushqejmë atë vegël, që të na kthejnë përgjigje të shpejta dhe të tingëlloj se është e besueshme dhe ne të ndihemi mirë për përgjigjen që na është dhënë. Do të thënë të kemi konfidencë të plotë në atë përgjigje. E këtu qëndron edhe rreziku. Pra këto janë shumë të rrezikshme nëse përdoren pa kontroll, nëse ne nuk i përdorim ato në mënyrë të vetëdijsuar, në mënyrë të kontrolluar, ne mund të hedhim aty dokumente, fotografi, do të thënë dokumente kontrata, po themi kontrata në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe ka veçori gjuhësore, është gjuhë unike. Edhe sistemet që përdorin gjuhën shqipe në përgjithësi janë të ulta, numri tyre është i ulët. Por kur ne e ushqejmë një vegël si ChatGPT me këto të dhëna, me kontrata, me ndoshta hedhim edhe numra të xhirologarive, numra të telefonit, emaile personale, ne do të marrim një përgjigje, por ne do ta ushqejmë atë me të dhënat e tona dhe ato të dhëna do të bëhen, do të rrjedhin, do të ekspozohen në një pikë të caktuar, pasi që këto vegla nuk e kontrollojnë se çfarë të dhëna po i marrin edhe cilat duhet të ekspozohen e cilat jo. Për momentin nuk kemi arritur ende atë. Arsyeja kryesore pse njerëzit i besojnë faktikisht këtyre veglave është se nuk e vërtetojnë burimin e informacionit që është një gjë shumë i rëndësishëm në shoqërinë tonë. Chris, are there jobs AI can do? That they can do fully automated on their own. Yeah, I think the chatbot example is the one that always comes to mind, and because there's no human behind it. And I also think that we are now focused on generative AI, large language models through the way we search on the internet, ChatGPT, Gemini, Perplexity, the one that Elon Musk owns, Grok. These are tools that are now changing the way we search and the way we absorb information and the way we find information through textual replication, and it's changing the way in which we consume information. So I think that the AI is actually replacing the old ways in which we used to search. So I think that that's a specific area. And as a professor, talking about ChatGPT is something that I deal with all the time. And it's not just ChatGPT. We have I'm a professor at Penn State University, and we go through constant trainings and professional development on how to police this at Penn State. And so you have to have a policy in your class. So ChatGPT seems to be replacing the ways in which students research. And my policy is trying to find a middle ground between having ChatGPT write your paper
which is easy to find with searches, with tools like Quillbot and CopyLeaks. You could find it very easily. And I do use them, and I automate them. I just tell my students I'm going to do it. I'll tell them, I'm using these tools, I'm going to catch you. The best thing is to not do it, and when I do catch you, just admit it. And I bring them into my office, and I confront them about it. And there are very few cases that we have, and I think a lot of it is because if you're effective and you police it. But I also know that they're going to be using it in their jobs. They're going to be using it later on in life. So I don't want them to run away from it, and I don't want to tell them not to use it, because young people, when you tell them not to do something, they're going to do it. So it's kind of like a taboo or a norm or a more. So what I do is I try to teach them, tell me that you're using it, use it appropriately, but this is not your paper. Let me know that you're using ChatGPT or Grok or Perplexity to find sources and to assist you in your writing and your research. So it's replacing the ways in which students are searching for information, but these are data and information that's not actual, actionable, legitimate research. And that's where a human being is still relevant. But the ways in which they're using these particular tools, I think, is replacing the old ways in which they used to use certain types of research tools. Also, we don't just search for the use of ChatGPT to replace a paper. For example, I've gone kind of old school on some assignments. Instead of having students complete their quizzes through the course learning management system, because I know that they're taking pictures of the questions through apps like Gauth, I forget which one. They're taking pictures of the questions, and the AI is searching and providing them with the answer. So they don't even need to crack open their textbooks when they're taking quizzes. So what I do is I have them come into the classroom, if it's an in-class course, and I have them take a paper pencil quiz. And the grades all of a sudden start to reflect reality. Now I want to talk about the companies. How can they use the AI without firing people? Yeah, and that is to train your people on how to use it. AI, to me, is a tool. I think you had mentioned the Industrial Revolution. And the Industrial Revolution was this massive way in which we changed agriculture, industry, of course, in industry. And the evolution of capitalism over time has been to find more efficient tools and technologies to make our jobs easier. So the invention of trains and rail, the cotton gin in the United States, all of these different advancements, the assembly line, the internet, all of these were designed to help human beings do what they do. So I think one needs to look at AI as a tool, just like a carpenter uses a hammer and a saw to build something or to install a floor. It's just a tool. It's not designed to replace a human being, even though some jobs are going to be replaced, but it's something that's supposed to assist what we do. And if we look at it in those terms, AI is not the big threat that I think that Hollywood likes to sell it as. Gonxha, ne përmendëm kalimthi pak sabisimin, folëm pak për rreziqet, por unë do të ndalesha pikërisht tek kjo e fundit. Si duhet që t'ja bëjnë njerëzit kur përdorin teknologjinë e tillë dhe japin të dhëna, shkruajnë lloj-lloj kërkese, por sa duhet që ne t'ju besojmë plotësisht këtyre aplikacioneve, kësaj teknologjie që tashmë është bërë pjesë e përditshmërisë sonë? Një fakt që dua ta cek është se shoqëria jonë informimin kryesor e ka përmes medjave sociale, përmes Facebookut, TikTokut, Instagramit, pa e verifikuar burimin. Me thënë, nëse aty shihen ndonjë informat, ndonjë status, ndonjë video sintetike ose foto sintetike, njerëzit janë të trajnuar ashtu që ta besojnë atë që e shohin pa mendim kritik, pa e menduar më thellë se çfarë mund të fshihet pas saj. A është me të vërtetë kjo që po shoh reale? Edhe një gjë që duhet kemi gjithmonë, pra është skepticizmi, ta dyshojmë atë që po e lexojmë, atë që po e dëgjojmë dhe atë që po e shohim. Gjithashtu një problem tjetër është që këto mjetet e inteligjencës artificiale generative, siç e ceku era, janë duke u shfrytzuar në masë të madhe për të gjeneruar video dhe zëra sintetik, por edhe emailët të cilat tingëllojnë të besueshme. Edhe shfrytëzohen shumë nga aktorët kibernetik për vektor të ndryshëm të sulmeve. Nëse më parë ka qenë më e vështirë, tani është shumë e thjeshtë. Nëse ti merr një telefonat nga zëri i një personi të afërm për ty edhe është urgjente të shkakton një ndjenjë të urgjencës, duhet të kesh një
duhet kesh një burim ku ti ta konfirmosh se ajo telefonat është me të vërtet reale. Tani më nuk mund t'ju besojmë as telefonatave, ndoshta gjëja më mirë do t'ishte të kemi kontakt direkt me personin përballë, po të bëjmë edhe një telefonat tjetër të një person i besueshëm ose ta thrasim atë person prap ndoshta që ta verifikojmë se ka qenë reale, se ajo ndjenje e urgjencës që të është shkaktu nuk është faktikisht real, kjo është duke u bërë më problematike çdo ditë më shumë. Do të thënë, dyshimi është diçka që duhet ta integrojmë në jetën e përditshme, por jo vetëm. Duhet gjithashtu të zhvillojmë një mendim kritik dhe mos të informohemi vetëm në rrjete sociale. Duhet gjithmonë të gjejmë ndonjë burim tjetër të besueshëm të informacionit. Në Kosovë kemi disa iniciativa që janë duke e luftuar informacionin që është falso duke qarkulluar në internet për të mos ngjallur panik, po edhe mos krijojnë përçarje mes njerëzve, përçarje etnike, fetare e të tjera. Mirë po, këtu janë shumë të vogla në krahasim me vëllimin e veglave dhe zhvillimin e madh që janë duke pasur veglat e inteligjencës artificiale. Me unë lidh me çështjen e sigurisë me Gonxhën, shumë shpesh kur është folur për inteligjencën artificiale edhe qysh ka me u do kjeta jonë pas zhvillimit të inteligjencës artificiale, ka dallim tepër të madh qysh është momentalisht. Është faktuale që çka ka mbërri inteligjenca artificiale momentalisht është jashtë paramendimeve, mirë po, do të me u përmend një faktor tjetër shumë i rëndësishëm që është i lidhur me sigurinë, dhe lidhja e plot sistemeve të cilat arrin me bo punën e njeriut si të plot në mënyrë që më zaventësua ato është shumë e vështirë për shkak që ka shumë faktorë si siguria që do të mi pas parasysh. Qarkullimi i të dhënave me sistemeve të ndryshme është shumë i vështirë momentalisht me u bo, edhe ndoshta i parishëm në shumë raste. Kjo mund të me qenë një prej arsyeve që ndoshta edhe njerëzit nuk ka nevojë me u frigu apo na zaventëson AI. Edhe një tjetër ndoshta kisha thonë është që kontekste të cilët njerëzit mbërrin me e kriju edhe me e zhvillu për çështje specifike është shumë i vështirë ndonjëherë me arrit me u bë për një makineria. Këto janë ndoshta dy faktorë shumë të rëndësishëm të cilët do të me i konsideru kur e masim se sa shpejt do na zaventësoj AI në punën tonë të përditshme. Pra, nëse i shikojmë, në momentin që krijohet një vegël me komponentet e veta, secila komponentë është e krijuar në mënyrë të sigurt, por vetëm kur kombinohen së bashku për ta krijuar veglën në tërësi, atëherë ato janë të kombinuara në mënyrë të pasigurt, edhe duhet kemi parasysh se këto vegla janë krijuar që të na shërbejnë, andaj duhet kemi kujdes gjithmonë se si përdorim, jo që ne t'i shërbejmë atyre. Ashtu. Gonxha, Era, Chris, faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit.